Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka zbardhur rezultatet e analizave laboratorike pas dyshimeve për helmimin e studentëve në Akademinë e Sigurisë, duke konfirmuar se një nga mostrat ushqimore ka rezultuar jashtë standardeve të sigurisë. Sipas njoftimit zyrtar të AKU-s, nga 9 mostra të marra për analiza, 8 kanë rezultuar brenda normave, ndërsa një kampion me makarona të gatshme ka rezultuar me ngarkesë mbi normë të baktereve. Mostra problematike ishte marrë në kuzhinën e ambienteve të Akademisë së Sigurisë në Sauk, ku dyshohet se janë konsumuar ushqime që shkaktuan problemet shëndetësore tek studentët. Pas gjetjeve laboratorike, AKU-ja ka urdhëruar ndërprerjen e aktivitetit në ambientet përkatëse deri në përmbushjen e kushteve ligjore për pastrim dhe desinfektim të plotë të ambienteve dhe pajisjeve të punës. Hetimet janë shtrirë më tej edhe në garnizoni Skënderbej pranë forcave të armatosura të Shqipërisë, ku prodhoheshin ushqimet e shpërndarëra. Sipas AKU-s, pas konstatimeve për shkelje higjieno-sanitare dhe rezultateve jo konform në kampionet e ruajtura, është pezulluar aktiviteti edhe i subjektit Sori Al. Ndaj kompanisë është vendosur një xhop prej 1.5 milion lekësh për tregtim ushqimi të pasigurt dhe mos respektim të kushteve higjieno-sanitare. Autoritetet kanë urdhëruar gjithashtu azësimin e produktit të bllokuar që rezultoi kontaminuar.